Deklaratat e kryeministit Rama për çështjen Çame dhe të drejtën pronësore për shqiptarët e Çamërisë gjatë intervistës për televizionin grek Sky janë vlerësuar si teje dinjitoze nga PDU-ja. Aleati i Ramës, Shpëtimi Idrizi, në një prononcim për gazetën shqiptarja.com për këtë çështje, ka pohuar se ky është një qëndrim dinjitoz që parashtronte të gjithë çështjen humane dhe të drejtave të njerëzit që prek këtë kategori. E konsideroi një qëndrim korrekt e me dinjitet të kryeministit të Shqipërisë për çështjen Çame, me gjithë dimensionin e saj human e njerëzor për diskriminimin dhe dhunimin e të drejtave të njerëzit që vazhdon sot e kësaj dite mbi anëtarët e komunitetit të shqiptarëve të Çamërisë. Ne akoma dhe sot nuk lëvizim dot lirshëm në Greqi, një vend evropian, megjithse ne kemi liberalizimin e vizave, që nuk thehen dot në vatrat e tyre apo nuk ushtrojnë dot të drejtat pronësore. Nuk mundet të kenë varrezat e tyre për të rënët gjatë genocidit apo të partizanëve Çam, tha Shpëtimi Idrizi. Ai e konsideroi qëndrimin e Edi Ramës si një ftesë që Greqia të çlirohet nga fantazmat e së shkuarës dhe të shohë përpara. Ishte një qëndrim dinjiteti për të shpjeguar që fantazmat e së shkuarës apo fobit diskriminuese mbi shqiptarët janë fantazma dhe Greqia duhet të çlirohet nga ato, duke treguar madhështinë e kombit ton dhe pikërisht sepse ne I respektojmë minoritetet, megjithse mbi ne kanë ushtruar genocid kombet e tjera. Ne luftojmë me forcën e shembullit të mirë dhe jo sy më sy dhe dhëmbë më dhëmbë, përfundoi Shpëtimi Idrizi reagimin e tij.